Familja e të ndjerit Mithat Sejdiu nga Vaksinca, i cili vdiq në burgun e Idrizovës, kanë hapur konakun e tyre për ngushëllime. Mithati ishte i dënuar me 8 vite burg për trafikim me emigrant. Në vitin e 4 të qëndrimit në burgun e Idrizovës, Mithati ndërroi jetë në rrethana të paqarta deri tani. Mithat nikad не имал сериозни проблеми и сам се покажува и здравствена книжка дека Митат не бил болен никад. Митат осуден на 8 години затвор, веќе 4 години издржана казна. За тие 4 години у затвор не има условни ни 0%, не 1%, ни 0%. За тие 4 години Митат се жалија од игиена, од јадењето, од спиењето, за све што имал, значи најмално за човекот што го има, у затвор не има условни ни 0%. Значи ни да се тушира човек не има место. Тоест може да се деси пред 100 години. Mithati nuk është i vetmi person që ka ndërruar jetë në burgjet e Maqedonisë, që nga viti 2008 në për entet ndëshkuese përmirësuese kanë vdekur 76 persona. Rasti i fundit që ndërroi jetë ishte një i moshuar 66 vjeçar nga Strumica. Mungesa e mjekut kujdestar, kushtet e rënda higjienike dhe ushqim jo adekuat janë disa nga arsyet për çka shprehin revolt edhe te të burgosurit, por edhe tek familjarët e tyre. Mjek kemi, njeni është neuropsikiatër, ama ajo në pension vjen ashtu veç formalisht tash. Ose edhe një mjek e tjetër. Kujdestari nuk ka, për atë edhe njerëz këtu po vdesin po prishin mujtë këtë 2-3 veta. Edhe është shumë problem, me shkutet e mjekut tush me i kalu 3-4 dyrë të komandirave këtu që i kemi, për me pyet, me shku, edhe kur shkoj poshtë atje, edhe e stranon. Nuk mundet thot eja nesa, ati e i smut. A e thot nuk mundet eja mas 4-5 dite. Kush thot mas 4-5 dite, a e dhe po eja mas 4-5 dite. Gjithmonë e ke, kush e di se sa në gjithmut, ata mendojnë që njerë shkojnë atje dhe për të tregojnë vetëm se vajna. Super vetëm se një buk në ditë që e marim, dhe në mbrëmje një jogurt edhe një verë, se tjellë nga kështu nuk ha, ndështë edhe njerësit edhe kafshëve për shëtje e ha. Një përvojë të tillë kishte edhe ish zyrtari i drejtorisë kundër pastrimit të parave, Vanet Cvetanov, tani si koordinatori i Komitetit për Mbrojtjen e të Drejtave, thotë se një ndër problemet me të cilat ballafaqohen të burgosurit është mungesa e mjekëve. Лекарите се грижеа колку можат, но самиот факт што е премала бројката на лекари во тој период беше пречка да биде овозможена здравствена заштита. Исто така морам да напоменам превисоката цена на транспортот, која што ја фактурира самиот притвор е некоректна, односно фактурата за едно транспортирање на лице од притворот до болница чини 12.000 денари. Човек да го транспортираат со хеликоптер нема да чини 12.000 денари. А за жал тие пари повторно не завршуваат во интерес на затворениците. И на претворениците, затоа што условите се уште се такви какви што се, лоши. Собранието на Република Македонија. 2 vite më parë, aktivistët për të drejtat e njeriut në Maqedoni ndërmorën një nismë me çka kërkuan ligj të ri për amnesti.
ku për shkak të kushteve të rënda në përburgje, u kërkua ulje e dënimeve për të burgosurit deri në 40%. И опозиција и позиција дадоа свој став, свое видување на работите, каде што позицијата од власт кажа дека има феноменални услови, дека имаме нови капацитети во изградба, колку пари е донирано за затворите, но ништо од тоа. Прашање е управата за санкции, каде што располага со тие финансии, каде ги има потрошено тие средства. Me fluksin e madh të emigranteve që po tranzitonin nëpër Maqedoni, është shtuar edhe numri personave të arrestuar, siç ishte rasti me Mitatin, për transportin e emigrantëve. Ние ќе имаме уште еден обид за повторување на истата постапка, меѓутоа не преку граѓанска иницијатива, туку преку барање на еден од пратениците од власта, дали тоа би било од албанскиот блок или од македонскиот, да се достави предлог закон со тоа што овој пат предлог законот ќе биде изменет. Сите превозници на мигранти да бидат ослободени, бидејќи нивната казна, например, ако е минимална од 5 до 15 години, тие добиват 15 години, некој што се обидува своето семејство да го спаси со 50 евра, да ги покрие трошковите. Власта го затвори и го судува на максимална казна, без да се видат полесни околности, дали тоа лице е во добра здравствена состојба, каква е семејната ситуација. Një përgjigje rreth këtyre problemeve, si dhe leje për videoxhirim brenda burgjeve, kërkuam edhe nga drejtoresha e drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve, Lidia Gavrilovska, por as leje e as përgjigje nga ky institucion nuk morëm. Biseduam me ish-drejtorin e burgjeve të Maqedonisë, profesor Mitasim Beqiri, i cili na tregoi për shumë mangësinë e burgjet e Maqedonisë. Sipas tij, sektorët që veprojnë në kuadër të burgjeve nuk e bëjnë punën si duhet. Kam një bindje se organet e pushtetit, të cilët janë të kapura, më thënë që janë të ngujuara nga vetë partitë në pushtet, ose nuk dinë, ose nuk duan ta bëjnë punën e vetë. Nuk ka një kujdes serios ndaj këtyre institucioneve. Duket se këto institucione janë lënë mëshirën edhe të burgosrit në brenda, po edhe personat që janë duke punuar në institucione janë të lënë mëshirën e Zotit. Me thënë, nuk ka një interesim nga ana e pushtetit për institucionet penitenciare, për burgjet dhe për personat e dënuar. Mandej çka ndodh, është një fshehje me persona që janë të dënuar, po janë psikikisht smuar. Ato vendi nuk e kanë në entin dëshkues përmirësues. Po e kanë në entin edukues shërues psikiatrik. Ato qohen në rrihen në Bardovc ose në Negorski Banji ose në Demir Hisar. Mirë po ne çka bëjmë? Ne i mbajmë burg, kur vin komiteti ose një kontroll nga jashtë, atëherë i marrim edhe përkohësisht i menjanojnë. I menjanojnë që mos t'i takojnë personat në fjalë në institucione. Ja bëhen do dredhinat kësaj natyre, që nuk është mirë, kjo është problemi. Avokati i popullit, i cili është edhe i vetmi institucion që ka qasje në burgje, nuk deshi të prononcohet për 360 gradë. Ne nga ky institucion deshëm të dimë se ku përfundojnë raportet vjetore mbi burgjet dhe sa kanë ndikuar këto raporte në përmirësimin e kushteve në entet ndëshkuese përmirësuese. Burgjet e Maqedonisë për një kohë të gjatë janë të mbyllura për opinionin publik. As organizatat për të drejtat e njerëzit, as mediumet, por as edhe studentët, të cilët në programet studimore kanë edhe vizitat në burgje, nuk po lejohen që të hyjnë brenda enteve ndëshkuese përmirësuese.